Xheneta dhe Fationi kundra Laertit, ja çfarë po mendojnë dyshja. Një postim i fundit në Instagram nxiti kurreshtjen e fansave të Big Brother VIP Albania. Ishte Xheneta Fetau që ndau një story intriguese në fillim, duke bërë tag Fation Kuqarin e duke shtuar fjalën të shoqëruar me emoji. E duket se dhe Fationi ripostoi me njëherë këtë story duke shtuar edhe emoji të tjerë, teksa duket se dyshja ishin në të njëjtën mendim. Po për çfarë u bëhet fjalë? Bëhet fjalë për kundërshtimin që dyshja patën kundrejt Laert Vasilit. Vetëm një ditë më pas ato të dy ishin ftuar në E Diell në rubrikën Trotuar ku komentuan lojën e Laertit dhe u shprehen se janë kundra veprimeve të tij, duke puthur meshkujt të tjerë brenda shtëpisë, teksa Fationi u shpreh: "Nuk më duket normale që Laerti të puthet me gjestin e me Aldon. Unë i mirë kuptoj të jesh homoseksual pasi kam edhe unë shok, por e vetmja gjë që nuk më duket normale është që të normalizohet kjo sjellje për të puthur në buzë një mashkull tjetër. Sot ose nesër mund ta shoh edhe nipja ose mbesa ime e jotja e ta bëj këtë në kopsht pasi i duket normale. Aty brenda ka vajza shumë të bukura e nuk po i puthin e tani dolën të puthin njëri tjetrin." Ishte komenti i Fationit, i cili ishte dakord plotësisht edhe nga Xheneta, teksa Xheneta e mbrojti: "Çdo kush ka cipën e vet, nuk mundet që njëri që i ka plasur cipa të bëhet shembull në shtëpi. Veprimet e Laertit nuk po duken as pak normale", përfundoi Xheneta që ishte në të njëjtën frekuencë me Fationin.